Si erdhi Fehimi tek Dentfix? Fehimi ardhi Dentfix në një periudhë shumë gjatë. Ndoshta dikujt ai dukem tash i suksesshëm, mirë po vështirësitë e mia kanë qenë dikon 15 vitet e para, para domethënë prej tash, ku jam mundu që të arrijë një rezultat në stomatologji në mënyrë individuale dhe pa ndihmën asnjëkujt. Dhe kam qenë në intervenimet e mundu me arrit në një klinik në një qytet tjetër, të cilën e kemi afër dikon 35 km në Podhivë, nga jam edhe unë me vendlindje. Jam mundu të filloj në vitin 2010 vetëm të jem doktor, të jem pastrues, të jem asistent dhe të kryej të gjitha shërbimet në një vend. Qoftë të pastrimit, qoftë të stomatologjisë, qoftë me hub klinikën dhe kështu. Dhe tash kam fatin dhe rrethohem dikon nga 45 profesionistë në Dentfix, të cilët i përshëndet dhe pa ta nuk kisha arritur sukses. Doktor Fehimi ka raste kur është më shumë serioz, mirë po ka raste kur është shumë i gëzuar dhe shumë person komunikativ, ka dëshirë të bëj shaka dhe të ketë një raport të afërt me të gjithë stafin. Kjo është edhe arsyeja pse e ka një numër kaq të madh stafit, domethënë 1440 punëtorë të cilët punojnë jo për të, po me të, për arsye se është një individ që ka dëshirë ose është themi një shef i kësaj kompanie ose kësaj biznesi me renome të lartë botërore, ka dëshirë që të shuhet si person i cili krijon një raport shoqëror dhe krijon një raport më të afërt dhe jo shef punëtor, mirë po kolegial. Sipas kësaj që ju na rrëfyet, cili mund të themi që ishte viti më kulmos i juaj? Çdo vit është kulminant. Çdo vit është kulminant. Viti kulminant është përthyet, domethënë. Viti kulminant ka qenë pjesët ku ne kemi filluar me njerëzit e estradës, kur ma kanë fitu besimin e dhëmbëve. Është shumë përgjegjësi e madhe, dikush më ta fitu një besim për më ta dhënë gojën, sidomos për me punu të këta në aspekt estetikës e dhëmbëve. Shumë problem, për shkak se është përgjegjësi shumë e madhe dhe është pjesa e pamjes estetikës qysh në start të njerëzit. E sidomos te estrada është më problematike, për arsye se atë fytyra publike dhe në çdo moment para televizionit. Cili mund të themi që është ai shërbim që është krenaria juaj? Shërbimi është krenaria ime ka qenë me vinira, pjesa estetikës Hollywood Smile. Ndërkohë që ne flasim tani më, ju po hapni disa klinika tjera, konkretisht në Gjermani dhe në Zvicër. Si start jemi në përfundim të marrëveshjes në Zvicër dhe kemi pas tash domethënë në fund të prillit për me hap, mirë po për shkak të angazhimeve të mia që kam qenë në hapjen e Kirchhofit, kam qenë se pa mundur që të mirë me atë pjesën e Zvicrës, po shumë shpejt, kur them shumë shpejt, coming soon, do të hapim edhe në Zvicër, starti. Po pastaj do ta kemi Gjermaninë dhe një pjesë të Londrës, Anglisë. Sa ndryshon tregu këtu në Kosovë me një treg të huaj, të tipit në Gjermani, Zvicër, Angli? Në aspekt financiar ndryshon shumë, por arsye se janë çështjet ekonomike të cilat ne ballafaqohemi në Ballkan. Dhe janë kushtet edhe fuqia punëtore shumë e lirë. Mirë, po për materiale nuk ndryshon asgjë. Se janë të njëjtat materiale që përdoren në Zvicër, që përdoren në Gjermani, që përdoren tek ne. Prandaj ndoshta e kanë më të lehtë ato që të vinë këtu. E kanë më të lehtë për arsye se i shohin shërbimet edhe të njerëzit. Tash jemi në një pikë ku kemi arrit me ngrit nivelin e stomatologjisë në nivel ndërkombëtar dhe thuaj se Dentfix përbohet dikon prej 24.000 pacientëve në vit, ku dikon ja 60% ose 50% ashtu po më me përcaktuar me përgjithësinë janë të huaj. Doktor Fehimi për mua është një person me vlera të larta, të cilën e vlerësoj jashtëzakonisht për shumë, për arsye se përveç aspektin humanitar të cilën e shfal domethënë vazhdimisht edhe nuk e kursen asnjëherë për persona në nevojë, është edhe një profesionist jashtëzakonisht për shumë i shkëlqyer në aspektin e shëndetësisë dhe në aspektin e industrisë dentale, domethënë treva shqiptare. Ka qenë një prej individëve të parë të cilët ka marrë iniciativën për të hyrë akullin e turizmit domethënë shëndetësor, sidomos atë stomatologjik në
Kosovë dhe Shqipëri, duke pasur domethënë cak apo synim pacientë ndërkombëtar, qoftë nga Perëndimi, qoftë nga Amerika ose lindja mesme e gjerë, Azia. Kështu që besoj shumë që përveç edhe meje, gjithashtu edhe shumë profesionistë tjerë shëndetësorë, qoftë cilët janë duke u ngritur në karrierë ose veçma tash kanë edhe një bagazh jashtëzakonisht tepër të madh të punës, e kanë parë domethënë një mundësi të artë të cilën po e ofron domethënë turizmi shëndetësor në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe kanë pasur domethënë si person themi ashtu, jo udhërëfys, po person të cilën janë referuar që pasi që dikush ka mujt me arrit, pse nuk mundemi me arrit edhe ne. Jemi falenderues domethënë për këtë punë apo për këtë tyme të akullit të cilën ai e ka bë, edhe shpresojmë që të ndjekim hapat e tij, edhe pse jo të bëhemi edhe më të mirë, gjithmonë duke falenderuar domethënë kësaj mirësie të cilën e ka bërë edhe ai, karshi sistemit shëndetësor, mirë po dhe turizmit shëndetësor në Kosovë dhe në Shqipëri.